Radhë të gjata, klientë shumë që presin të kryejnë shërbime, kjo është panorama që ofrohet në sportelet e pagesave të faturave të energjisë elektrike. Këto radhje është shkaktuar për shkak se 28 shkurti është afati i fundit për qytetarët debitorë të energjisë elektrike për të lidhur kontratat dhe për të përfituar nga zbritja me 80% të kamat vonesave. Këto abonentë debitorë kanë pritur ditën e fundit për të shlyer faturat e tyre, ndërkohë që nga ana tjetër kërkojnë edhe shtyrjen e afatit të fundit të pagesave të energjisë elektrike. Ata 28 është e pari. Jetë ky popull duku, dëmoj. Të shtyllë i mujë tjetër afatin, dhe? Urdhra? Unë kam 3 ditë rresh i rikdu. Si do të dhe unë jam invalid, atje s'futën, do të kam nuk rri. S'kam që të bëj. Unë s'jam të pagu lekin. Me këtë, gjurëlldi, se kur janë të bosh. S'kam mu si të futën. Qa radhe, jo pak, po bët gjitha. Një gjithë këj popull, gjithë këj vend nuk i merë, po pak të në të ashtyri ca ditë. Nuk, në atje, 3 herë kom ardhë, 3 herë kom dalë, hynën e sot, 1 herë, dilë. Qa të bëjmë? Ku të vëmë? Pa punë jemi. Pak të më përbim legë, po t'japin e numrat si që sipër. Pa të numra i jep të vind atje, t'jep të numri këtë dora, ne, i 150. Po para, sa dushe, me të shtyme, me të vrame. E, qa të bësh? Ja, këta i kemi. 4 orë. Dim ekonomike ja, pa punë, pa tokë ja, lop ja, vit ja, qa banë qoba? Unë flasë për vetën time, nuk flasë për tjerët. Unë kam 5 orë kësi rri këtu, jem në fshatë shushisë, kam 3 fëmijë tim, një fëmijë kam palizuar në shtëpi, nuk se jem ka vdekur, edhe ka për marrin mandat, nuk ka shumë, qa bëhet, asë vetë se di, s'pëta kuptoj vetë. 4 orë këte, vinë hynë para altu. I kam paguar, për do të marrë një mandat për një pension i timor fëmijëvet, për mandat rri këtu, kam 4 orë, 5 orë si rri këtu. Vinë hynë para alë, në zamëralë atje ata vinë fusën këtu para alë. E paguar plotësisht, 2014. Vjen ai ose sheja pret dritat se i ke pa paguar. 8 muaj thot. Ku i ke? I kanë paguar. Tani ka marrë tutë të sjaroj. Radhët e gjata në sportelet e shërbimit të ÇEZ ka një prapavi të caktuar dhe përveç shtyrjes së afatit, ata kërkojnë të respektohen edhe radhët në sportele.